për të ndihmuar bashkësinë ndërkombëtare ashtu siç na ishte kërkuar nga perëndimorët të 3 grupet, Lidhja Demokratike e Kosovës, UÇK-ja dhe LBD-ja, u pajtuan për formimin e qeverie të përbashkët, që do të funksionante deri në zgjedhjet e para të lira demokratike në Kosovë. Ishte marrëveshje për të bashkuar forcat dhe energjitë për një qëllim të përbashkët, lirinë e Kosovës. Sot, si mundet dikush të pretendoj se qëllimi ishte marrja e kontrollit të Kosovës, kur ne pranuam që bashkësia ndërkombëtare ta kishte fjalën kryesore në Kosovë. Pastaj, që UÇK-ja t'ia dorëzonte armet NATO-s, siç ndodhi më vonë në qershorin 1999 shtator 99. Pas kapitullimit të Miloševićit, Kosova fut në administrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fakti i njohur botërisht. Unë miku sqaroj që në fillim se gjithë pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor ishte në duart e tyre. Këto ishin rrethona krejt tjera. Më pas, unë punova me unë mikun dhe me partitë e tjera politike për të ndihmuar në zbatimin e mandatit në të mirë të popullit të Kosovës. Punova me strukturat e përbashkëta të UNMIK-ut. Të nderuar gjyqtar, gjatë tërë kësaj kohe, i vetmi pushtet që kisha unë ishte pushteti i zërit tim. Dhe të nderuar gjyqtar, siç e keni parë gjatë procesit gjyqësor, unë e përdora zërin tim për të promovuar një shoqëri shumë etnike, tolerante në vendin tim në Kosovë. Unë u bëra thirrje serbëve lokal që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të ndërtojnë një jetë të re së bashku me ne. Edhe ata, pra serbët dhe komunitetet tjera, sikurse edhe ne, ishin viktima të Miloševićit. Nuk ishte dhe s'pak e lehtë të bëje këtë, pas tër asaj që kishte ndodhur. Por ishte gjëja më e drejtë dhe më e dur që mund të bëja. Kur në Kosovë po hapeshin varre gjithandej për mijëra viktima, mijëra të zhdukur nuk gjindeshin, mijëra pengje shqiptare ishin marrë me vete në Serbi, dhimbja ishte e thellë dhe kolektive. Ajo që mund të bëja, ajo që po bëja, mund të kishte edhe pasojë fizike, por edhe elektorale. Por Kosova ishte më e rëndësishme se sa fati im personal. Pas hyrjes së NATO-s në Kosovë dhe largimit të forcave serbe, qytetarët e Kosovës nuk po luftonin. Ata po festonin lirinë e shumë pritur. Gjatë 9 viteve të para pavarësisë, do të thotë 1999-2008, ne ishim qytetarë të OKB-s në vendin tonë. Gjatë kësaj kohe, unë i bëra thirrje popullatës të kishte durim, të ishin tolerant, të bashkuar dhe të kishin besim të partnerët ndërkombëtar. Pavarësia ishte fryt i aleancës tonë me botën demokratike. Pas pavarësisë, punova me Bashkimin Evropian, me SBA-n dhe faktorë tjerë relevant për normalizimin e raporteve me Serbinë. Të nderuar gjyqtar, ajo me të cilën u përballëm nuk ishte vetëm periudha e luftës. Ishte një shekull shtypje dhe apartheid. Traumat kolektive shkaktuan edhe ndjenjen e fortë e zemërimit dhe hakmarrjes gjatë dhe pas luftës. Presidenti Clinton erdhi në Kosovë më njëherë pas lufte dhe na tha: "Ne e fituam luftën, ndërsa ju duhet ta fitoni paqen." Unë mora këtë mesazh shumë seriozisht.
e përdora zërin tim për të bërë thirrje për paqë, tolerancë dhe unitet. Gjatë pjesës më të madhe pas luftës, deri në shpalljen e pavarësisë, unë nuk isha në pushtet, isha jashtë pushtetit. Edhe ku era në pushtet, ku marrë me fitore elektorale. Por gjatë tërë kohës, unë respektova normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kurdo që partia ime ishte në pushtet, ishte gjithmonë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera politike shqiptare dhe jo shqiptare. Së bashku e bëm shtetin, Kosovën shtet realitet. Por, të nderuar gjykatës, propaganda ruse dhe serbe nuk do të na falnin lehtë. Pasi dështuan ta delegjitimojnë pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë këtu në Hag, atë e mësyn Këshillit e Evropës. Ringjallën pretendimet e tmerrshme për trafikim organesh. Pretendime këto që ishin hetuar edhe më parë nga Tribunali i Hagës, nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Dhe ishin hedhur poshtë si të pa baza. Sapo u publikua raporti i Dikmartit, si kryeministri i Kosovës, atkohë mblodha përfaqësuesit kryesor ndërkombëtar, ambasadorët e Kuintit në Kosovë dhe udhëheqësit e EULEX-it. Kërkova dhe një tjetër hetim të pavarur. Ata premtuan se do ta heqin rrehen e zezë mbi Kosovën. E vërteta është që propaganda ruse dhe serbe manipuloi Dikmartin. Ai era viktim e fushatës së tyre. Ata e ushqyen me informacione të rreme dhe në fund tentuan